mendoj si këto rastet kur kemi ndryshime të mdhaja, sidomos tek artistët ose personat publik, mënyrën kalojnë nga ekstremin ekstrem, kjo nuk mendoj si duhet mi marrë shumë seriozisht, prandaj edhe rastin e Ferës nuk duhet me marrë shumë seriozisht, duke parë parasysh si në mënyrë të menjëhershme edhe pa e pas një kohë të caktuar të nevojshme mu ambientu me atë mënyrën e re të jetesës, edhe vetë nuk ka qenë aq i sigurt për vendimin që ka marrë. Zakonisht kështu funksionojnë këta individ kur marrin vendime të menjëhershme. Aty ka dhe disa arsye tjera që lidhe me shëndetin mendor, të cilat unë tani nuk du me diskutu, por kjo është e pritshme prej një ekstremin tjetër, besoj si këta individ din me të befasu edhe